Inshallah, japet mundësia për më kujdes për fëmijën e nisur me të vërtet janë në situatë shumë të vështirë. Alia ka rënë thik, kur i ka dalë përpara ai venet me qëllim që të mos e kalas Edonin më. Që Edoni ka pas raporte shumë të mira me të ndjerin respektivisht me popullatën e tij dhe asnjëherë nuk ka dashur që ta privojnë nga jeta. Në gjykatën e apelit është mbajtur seanca për Edon Bujupin, i cili ishte dënuar me 12 vite burg për veprën penale vrasje e kryer në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme nga gjykata e shkallës së parë për vrasjen e vjerrit të tij. Në apel, i akuzuari Bujupi shprehi keqardhje, ndërsa avukati i tij kërkoi rigjykim ose lirimin e tij. Ngjarja kishte ndodhur në banesën e të akuzuarit, ku tashmë ndjeri Ali Kosova dhe djali i tij, Aiden Kosova, kishin shkuar aty. Sipas aktakuzës, i akuzuari Bujupi kishte privuar nga jeta të ndjerin me një mjet të mbret thik. Departamenti për krime të rënda të akuzuari Edon Bujupi e ka shpallur fajtor për veprën penale vrasje e kryer në tejkalim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme nga neni 172 lidhur me nenin 12 paragrafin 3 të KPRK-s, të cilit edhe i ka shkaktuar dënim me burgim në përgjatje prej 12 viteve. Prokuroria themelore në Prishtinë pra Departamenti për krime të rënda kanë vitur akt akuzë kundër të akuzuarit Edon Bujupi për shkak të veprës penale vrasje në vitin 172 të KPRK-s. Mirë po, gjykata themelore në Prishtinë ka rritjes për penale nga vrasje në vrasje në tejkalim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme. Kundër këtij gjykimi, ankesë ka paraqitur edhe Prokuroria themelore në Prishtinë për shkak shkeljes esenciale dispozita të procedurës penale, shkeljes së kodit penal, vërtetimit të gabuar të jo të plot të gjendjes faktike, duke propozuar që gjykata e apelit të prishan gjykimin dhe në të kthejë në rigjykim dhe rivendosje. Po ashtu ankesë ka paraqitur edhe mbrojtësi të akuzuarit për shkak të shkeljes esenciale dispozita, shkeljes së ligjit penal, vendimit vërtetimit e gabuar të jo të plot të gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, duke propozuar që të aprovohet ankesa e mbrojtësit, të ndryshohet gjykimi ashtu që sa i përket veprës penale të mbrojtjen e tij ta lirohet nga akuza apo të anulohet gjykimi dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje. Po ashtu ka propozuar që masa e paraburgimit të ndërpret dhe i mbrojtur i tij të mbrohet në liri. Aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje të karakterit absolut nga neni 384 lidhur me nenin 69 paragrafi 7 për shkak se në dispozitiv të aktgjykimit nuk përshkruhet elementi i dashjes ose i pakujdesisë apo ndonjë formë tjetër e përgjegjësisë penale. Po plotsu të gjitha elementet që parasheh kodi penal në nenin 7 nuk mund të ketë vepër penale dhe në këtë rast elementi i fajësisë në dispozitiv të aktgjykimit nuk është fare përcaktuar, ndërkaq në faqen 20 të aktit gjykimit gjykata ka konstatuar se ka fal besimin dëshmitarës është në kryerreshtën e dytë, ka deklaruar, ka konstatuar se ka fal besimin dëshmitarës Aisel Kosova dhe në bazë kësaj thotë se gjykata ka konstatuar se nuk ekziston dashja e Edonit për ta privuar nga jeta të dëmtuarin Ali. Me vetë faktin se nuk ka ekzistuar dashje për ta privuar, gjykata ka konstatuar në arsyetim se nuk ka ekzistuar dashje, ndërkaq në dispozitiv nuk ka përmend asnjë formë të përgjegjësisë, tregon se në këtë rast nuk janë përmbush elementet e veprës penale. Së tre dëshmitarëve që njëkohësisht ka qenë bashkëshortja, vajza e të ndjerit edhe bashkëshortja e të mbrojturit tim, si dhe djali i tij, tret kanë deklaruar që Edoni ka pas raporte shumë të mira me të ndjerin respektivisht me popullatën e tij dhe asnjëherë nuk ka dashur që ta privojnë nga jeta. Në rastin konkret, gjaja është zhvilluar në 2 epizode. Në rastin e parë ka qenë vetëm i ndjeri Ali në banesën e Edonit. E ka sulmuar janë rarë, ndërkaq Alia ka dalë nga banesa, Edoni ka nejtë në banesë, kur janë kthyer, janë edhe incizimet, shihet Aideni, djali i të ndjerit, miku i Edonit, shkon me vrap, duke vrapuar, troket ndër, nuk troket, godet derën me grushta dhe shqelma, bashkëshortja, respektivisht qika dhe motra
palët të dëmtuara e ka hapë derën. Dhe në atë moment ka fillu sulmi i Ajdenit ndaj Edonit. Pastaj ka ardhur edhe ndjerja Ale dhe 2 personat e kanë sulmu. Në ato momente Ajdeni ka qenë duke sulmuar tash Edonin. Alia ka rënë thik, kur i ka dojtë për para Ajdenit me qëllim që të mos e galas Edonin më. Këtë rast propozoj që ose të shpallën tërësi i pafajshëm, ose çështja të kthehet në rrezikim. Sa i përket çështjes së paraburgimit. Edoni me gruan e tij ka raporte shumë të mira. Gruaja shkon e viziton me fëmijë. Kërkoi që ta shërtoni çështjen e paraburgimit, madje edhe me mik, edhe me vjerë ka raporte të mira. Nuk kanë pas probleme, kanë ndodhur ato për ato problemi. Kërkoi që ta shërtoni dhe ta ndërpeni masën e paraburgimit për shkak se fëmia jam ka hujnë. Nuk ka kush e man, gruaja është e papunë. A fajtojnë në gjitha apo në përreshtinë në shumë diska? Unë i bashkëngjitur në avokatit, me të gjitha që... Në thonë ankes, edhe sa të nësans. Në shumë diska, nuk i. Po, normalisht ato keqardhjet e shprehjet ekzistojnë edhe inshallah japet mundësia për më kujdes për fëmijën e misur, me vërtet janë në situatë shumë vështirë.